Sonte në podcast e kemi një artiste të veçantë. Një emër që prej vitësh e ka lidhur shpirtin me muzikën dhe emocionin me skenën. Një këngëtare dhe violiniste që ka arritur ta ruaj originalitetin, dashurinë për artin dhe njëkohësisht forcën e gruas fëmijës. Nga Peja me rrugtim jetese dhe karriere edhe në Gjermani, ajo ka sjell për publikun jo vetëm këngë, por edhe shumë ndjenjë e elegancë artistike. Kam kënaqësinë që sonte në studio ta mirëpresim këngëtaren dhe violinisten Vlora Kastrati Shala. Vlora, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, kënaqësi e veçantë. Faleminderit, është kënaqësi edhe për neve, sepse di që je shumë angazhuar, çdo herë shoh në përbrëmje, koncerte, aktivitetet ndryshme muzikore dhe besoni që shumë moti kemi pas në plan të juftoj, mirë po ja këto angazhime kemi thënë që okej, nështë është e pa mundur bëni edhe sot janë në fund u realizua ideja për podcastin me ju. Shumë faleminderit, me shumë kënaqësi komar. Okej. Faleminderit shumë. Ditë më parë ka dalë kënga dhe videoklipi Zemër nga ju, një projekt i ri që siç e kam pa në fillim, po pëlqejt mjaft shumë nga publiku. Na tregon pika të shkurtra për projektin, për idenë, për realizimin e kështu. Këtë këngë e kam punu me Florent Boshnjakun, si zakonisht unë me Florent e punoj. Edhe e kemi bu një këngë, kemi mendu diçka ma ndryshe se që i kisha këto këngë deri me tani. Kemi bu bashkë me tregun që edhe është. Kemi mundu mos mi i ka saj artistike, të më të mendejt aty. Edhe ka dalë një këngë po më duket shumë e mirë. Edhe ju veç më po sa kanë po e di që ju ka pëlqyer. Kështu që klipin e kemi bu në Shkup, si ere, edhe atje më kanë mirë pritë shumë. Se Shkup? Kisha një festival, ku mora pjesë në festival Saraj Fest, edhe ata miq që i kisha atje ju tregova që kam e bu këtu dhe një klip. Edhe më ndihmuan ta ju s'ke nevojë me shku me bu atje, kështu që na ta organizojnë, i kishim edhe valltare që na u duhet deshten me i pas në klip, edhe me ata kështu që e organizuar dhe prandaj edhe konëm në Shkup, po kënaqësi e veçantë edhe në Shkup, mesin e gjithë atyre shqiptarëve, të ditë edhe çush është qendja në Shkup, edhe me mbajt me shumë xhelozi, ashtu gjvur shqipe edhe traditat tona, kështu që ju më kënaq me gjithë ata shqiptarët në Shkup. I falenderoj për zemër. Edhe zhanrin, edhe tekstin, edhe tematikat e këngëve ndryshojnë zakonisht pjesa jote në njëra prej tjetrës. Po. Prej ka ideja Zemër? Nga refreni me thonë drejt. Duke shkru tekstin që kom shkruane. Më ka ndihmuar edhe Florenti paka shumë diçka se normal që me vijnë duhet pastaj me u përshtat. Edhe në refren unë zemrën tem ta jep në vend, kështu që kur vendosem me qit në YouTube, ja lam emrin Zemër. Edhe për gjithë juve, i Zemër. Faleminderit shumë. Vlor, ke qenë kohë aktive, vitin që lam pas, po vazhdon në vitin 2026 me videoklipe, po mendoj një trend më i shtuar, më i shpejt në aspektin e klipeve. E pasit të frytshme, dobishme, apo të ndihmojnë në videoklipe të shpeshta që me qenë prezente. Prezenta. Po pa tjetër. Ka ardhur kështu koha, unë e kom përcjell muzikën edhe shumë majre, siç edhe edhe ti edhe me violin, po ka ndryshuar kohat, njerëzve po ju bëhet gjithçka shumë shpejt monoton, lyvin shumë shpejt diçka taze, edhe pse kom punu, kisha programin që kom punu për vitin e ri me këngë Shqipërisë mesme, kom punu dhe disa tjera programe bashkë me Florentin. Do të thonë deri në muajin mars kemi pas shumë projekte, po që e shohim që vazhdimisht postohet diçka, vazhdimisht rinia kërkojnë diçka të re, dhe prandaj kom vendosur që me mujt edhe unë me i bu pak ma shumë, se për qef, ndoshta kishte qenë ma mirë një këngë 2 në vjet. Edhe ato të vitit ri patjetër ose live ose diçka, po e shohim që rinia edhe kemi shumë konkurrencë, kemi shumë fatmirësisht ka edhe këngëtar shumë të mirë. Kemi lloj zhandresh, para kemi pas ma shumë që kemi dash veç popullore, ndoshta shumë ma shumë njerëz. Tash ka lloj zhandresh, mandej se di ku a shumë shpejt interneti për bën të vetën dhe njerëz po kërkojnë pak shumë. Kështu që këtë këngë dhe mbas 2-3 javë del tjetra. Edhe na vetë u pja mbysim këngën, që të një, që të tjetrën, po kështu po kërkohet. Okej, investimi i madh, a e konsideron si shpenzim gjithë këtë pjesë sepse videoklipi në farforme
përmes klikime në rregull. Mirë, po në aspekte tjera është një farë lloj promovimi jo më shumë. Është e vërtet, po unë nuk e marr nuk fokusona dyqyr shumë në videoklip, ma shumë kam qef bashkë me Florentin që sjellin diçka të mirë edhe me ndëgju. Kështu që videoklipi patjetër që japim rëndësi edhe krejt, po jo diçka me kosto shumë të madhe. Mesatarisht që me Historia me vizualizu kam. Po, e vërtet. Edhe me mujt me shiku atë klip, po jo edhe me shumë, do me thonë kam edhe njerës që më njëmojnë, edhe për klip, se me organizu që ato, normal që ka edhe kosto. Po falë edhe të nëve, edhe ndimojnë, edhe ndimaj, edhe kështu bashkëri. Okej, Vlora, para se të fillojmë me pjesën e podcastit, se podcasti dëshiron një farë lloj qetësie, një farë lloj rrjedhët bisedës nga fillimi. Me qenë se jemi afër sezonit të tasmave, kisha dash një pyetje, a di cila është agenda jote këtë sezon, sa të ngarkuar, sepse ju këngëtarët vetë se i dini data shumë më herët. Po, me të thonë drejt, vjetë kom pranu pak ma shumë me qenë prezente, vetë kom pranu qashtu. Si vjetë kom pranu pak ma shumë, edhe qatë sa kom pranu, më duket që është banë. Si kur ti kur thush kom me shku me kry një punë, edhe mëj me kry 12 orë, 5 dit, ose 8 orë, 5 dit, kështu që edhe të na është ashtu. Nuk mund është ashtë mi marë krejt që ka të ftojnë. Edhe pëse ndoshta në një datë është e lirë, po shpirt nështë së mundesh. Ki edhe angazhime tjera, si të mos na femnat edhe që jemi familjare, kemi edhe disa angazhime tjera, po për ato që i kun marë, që i kun pranu, kom qep me qene sigur, në shku mirë edhe mjafton për mu. Cili qytet, cila tre ma shumë të fret? Po, s'po di, edhe në Shqipni jom shumë, edhe në Shqipni jom edhe në Shëngjin, edhe ande i bujnë dasma, e vinë njerës nga Amerika që i bujnë dasma, po më lisheve në kom diçka, nuk e di vjetë e kom posë. Më lisheve në dhe aty rrethin, për një me kom kalu shumë mirë, shumë atmosferë gji, po edhe në pej edhe gjithë kom. Okej, Vlora, nëse do e përshkruaj jetën tënde me një këngë, Po. Cili kishte me qenë titulli kësaj këngë? Si pejasko, Si pejasko. ajo është si kur fëmijën e parë, din kur të gëzohesh me to, që ashtu ka qenë edhe në këngën e pjesë. Kjo këngë ka bëmë të përtunë s'kja. Po, ajo këngë ka bu sot kuja. Kënga e parë, sot ka qenë e vështirë për juve, edhe barjera, gjithë shka tjetër që ndoshta sfidat me vetë vetën, a me flasu këngë, a me dalë, po, na trego për këtë eksperiencë, këtë periudhë që po besoj nuk ka qenë e lehtë për ty. Jo, as pak, dirisa vendisohesh vetë, edhe merr forcat edhe vendos thosh unë qëtash du me bu që ato që e kom dash me vite, edhe hynë e bën, edhe unë e kom pas këta, natyrisht që unë e kom edhe bashkëshortin muzikant, edhe kemi pas gjatë 26 viteve që kemi martes, gjithmonë, jo sot jo nesër me e bo një këngë, po edhe rridhat jo rriti fëmijët, jo familje, jo bashkëshorti i gazit, do me thonë bejke muzikë shumë, njoni ju dush me ku në shpi. So që pritëm nuk e di, edhe pak me fatë shkën. Me fatë vendosëm fund me bu këngën e një këngë, edhe vendosa me bu për qytetin tem, që është e kom lunë kër im shku e vogël, edhe e kom pas kontaktu Florent Boshnjakut, edhe i thash maestro dhe me bo një këngë për qytetin tem. Kër me ka ndërgu tekstin, beso që jo me emocionu shumë, edhe më ka pëlqy shumë, ashtë Simfonjaku ka shtu tekstin, edhe me atë këngë, kemi vendosë më ardhën e gazi, ishim pushime këtu, ka qenë shumë interesant, këtë fatë. Ishim pushime më pej, edhe tonë kohën flesim për me bo një këngë, po jo qatë vitë. Sa jemi shku në fund të gushtit, në 7 orë kemi ardhë dhe kemi realizu. Ka dojnë kënga diku ka janari, edhe më kanë zonë pandemia. Qatë vitë. Po, kretë me fatë, nuk e di. U realizu shumë shpet, ka dojnë kënga shumë e mirë, e kom bo, në fundit kom thonë bëj për dëshirën që e kisha për këndim, edhe u mirë prit, po unë kom mendu që kom u prit vetëm pej. Për që prit... Të qytetit. Po, për që pritit deri në Sarandë, në Ksamil, ka kom shku e kom dëgju këngën temë të pejës. Edhe në kritë trevat ku kemi shqiptar, dëgjohet kënga e pejës. Edhe në televizionet e Shqipnis, është kënga e pejës. Okej, 26 viteve martes, Po. bashkëshorti gozi muzikant, dërsa ti
shkolluar me muzikë, që e violiniste, ai që të sojshë burin që ai po merret me muzikë dhe ti pse të ishe muzikën s'ke pas mundësia, po thjesht restaurat kanë qenë tilla që ti s'ke pas mundësi me marrë. Jo, unë për shtaj ku marrë gazin që unë kun muzikant. Edhe pejon, edhe unë njoftum atje në vend të huj, mu duke që ma ka pru krit pejen me veti kur isha me gazin, se kisha mallin e pejes. Edhe bashkë muzikën a lidhë. Ju i njoftu në Gjermani? Gjermani, po. Ka ardhë me muzikë, me koncert atje, edhe unë më shku si vërguse kështu. Musafir Republik. Edhe jemi njoftu, mandej kështu. Jemi lidhë, po unë më konë edhe shumë familjare, kom pas qep edhe fëmijë, kom pas qep njerë me kriju familje, mandej ishte edhe lufta, edhe ishin ato sfidat e mbijetesës për të gjithë që luftë këshim natë si diaspor, edhe me ndimu këtu. Jo me mendu veç për mua gazin, po për gjithë familjarë. Kështu që paka shumë, jo më largu vetë jo nga këndimi, kështu nga muzika përgjithësi ju. Kishim muzikë gjëdet, kishim këtu i gazit, kisha violine, mandej, kështu. Po jo se kum gjelëzu e kum shtybile. Edhe aja din e lejke, hajtë se po bojmë diçka tjetër, hajtë me thëshin me bo muzikë, ka pas raste që gjdo natë, ka pas shumë muzikë për para në Gjermani. Shko ku jam që më lejke në shpejt dhe kësë po shkoj këtë weekend. Unë e përshë jo atë bu vi me ty. Ose edhe bu vi me ty, ose veç shko ti, s'ka problem. Kështu që kum shty gazin i kum dimu me shku, mas me ndohë. Okay, krijimi i familjes është që e bukur. Ka shumë fëmijë, është normalisht gëzim në vetvete, është madhështi, është fëmijësho. Sa ka qenë vështirë për ty të krijosh familje në Gjermani, udhëtimet mes Kosovës, Gjermanisë, të rritësh fëmijët, sa e diun e ki trenjat, gjitha këto sfida që po besoj për post të mirës, gjendjes përmbushur emocionale dhe shpirtërore, i ka dhe sfidat e veta që normalisht në shfaqin pengjes poco profesion. Po, adhe në gjysh për para, kër e na martu, e kemi pas gjysh si një plan. Kër të martu, është të me njerë me bo fëmi, qërtu e kemi pas si një sistem. Po, edhe për fëmin e parë, nëse s'ki bot kam pyet, çka bo? po, diçka zonë regull. Kështu që e kemi pas si sistem. Edhe, natërisht që edhe dashni e madhe, kur të martohesh me pasa një rrugit. Absolutisht. Kështu ti dashnis, dhe me thonë, familja, po, edhe e pata djallin e parë, mandej djallin e dytë, edhe vajzen, edhe kështu që kem okej, tash rritën këta, edhe unë rikthena edhe vazhdoj kuishi. Ta man qatë ku deshtem, deshti zoti edhe në ndali prap me muzikë, në soli edhe njëre 3. Cili ka qenë një ti trenjatëve? 2014. Jo me thonë, dirë sa u rritën këta, sa mi bu viola, vajza e vogën 6 vite, që me mujtë unë me shku me bo muzikë, me mujtë me qenë prezente, po kur si djetë fatit. Që shë more lojme kur mjeku fas që i ketë trenjat? Po, nuk e besova, me thonë drejtë, në parën erë më tha 2, veç 2, edhe mas 2 javë më shku, tani më tha e ki dhe një, atër thash mos përri, çdo 2 javë ka një, mirë jena me. Po, me 2 për në me u gëzumë, qa me buta, dhe ishte i zoti që ashtu. Një që është pak ma e zakonshme. Po, dhe ka gjene me zakonshme. Tash po dhe po shoh që ka edhe trenjak ma shumë, edhe ka qenë diçka që nuk me përshkru. Jo veç për mua, shumë interesante edhe ta fëmijët u gëzunë shumë, që është 3 beba. Edhe kështu, i rritë. Herë më shtuf, familje. Ka qenë sfiduse për ty t'i rritësh trenjak? Ka qenë një sfiduse edhe gjatë shatanis, edhe se i kisha dhe të tret ma dvegjel, edhe apo pështaj, që apo ndosë, që shpilota një këta që i kisha. E thonë, nuk ka qenë në ditë. Mandej me ndru shpinë, me ndru veturen, për me nëzotë. Gjitha në tonë. Krejtë, do me thonë, një ndryshim i madhë ka ndodhë të na, po shqyrë me dashni. Shumë mirë, s'po di, më kanë ndimu shumë familja, gazi me fmit, nana, momentoj më kanë ndimu emocionalisht. Sot si po japan? Sepse sot kisho angazhime, nanën tjetër i ki fmit. Shpeshem besoj dhe koncert ku del, të ndodhë mi pas men të familja të... Gjo moment, edhe tash kur folë ma lopa më pyt, zisa herë shkon mendja vetë. Po tash ju në rritë. Ju në rritë, po prap të shkon mendja. Janë moshe kanë të. Edhe trenjak tash 12 i bojnë feres, të ndajt vishë ju në rritë. Qofshin në shëndet. Mirët shumë. Okej, qëfar ka sot vlora
që nuk e kishte si vajzë nga peja. Nga peja, Qa kisët ma shumë që diku nështë se ki pas, apo të heshtë ki pas handër? s'po di qysh, me thonë drejtë unë jam konë shumë e lidhme me pejen, edhe gjitha të shoqni që e kom pas. Edhe pse si jam shku prej 6 klasë këtu në shkollë, e kemi mbojt shoqni. Merë me mend, kër e kam bu për vjetorin e maturës gjimnazit, unë jam konë eftume aty me skret shokve shoqeve, kom pas një lidhje të veçantë. Me kret prap e kam, edhe me thonë drejtë gati kret klasa jam, janë diçka me muzikë, diçka në televizione, kështu një mënyrë të artit e kemi bashkë. Që më ka bu tashma të veçantë është kjo që për i sot me ty. Pak e më zgjanu, do me thonë me publikun, edhe që ku mujt një asjel, pes, një kongë për pejen, edhe që e kanë dasht vlorën me atë kongë, edhe e du kryt pejen shumë. E Gjermania, atë ka ofru diçka ma tepër se sa që peja ka ofru? Me muzikë, Përgjithsin jetë. përgjithsi, po. Po, në ato koha, me thonë, ku këtu flitet hala për gjana çka nuk që i kërkujmë, mi regullu, i ku më kalu këto para 30 vite në Gjermani, ka shumë sende, që na ende i kërkujmë mi regullu ato. Ndoshta që ato, edhe shkollimi natyrisht, po, diçka ma shumë s'mundet me mjep mu krim bota si peja, vadjova, Absolutisht. ka. Absolutisht. Dora, sa ka qenë vështirë depërtimin muzikë në aspektin profesional, për boga me kolegët, Po. sepse di që mbranda estradës ka një lloj xhelozie, ka një hap, nga që ne nuk i shohim, por ju i dini edhe për jetani si këngëtar. Me thonë drejt, në qofë se flasim për kolegët profesionist, edhe për kolegët që na jemi rrit me ta, e jam pritë si një qikë vogël i shpisë të ata, edhe jam shumë falenderuse, janë njerëz për mu shumë të mirë. Nëse flasim për këto që tash fillojnë ose kanë fillu edhe janë për sfida, ato besoj që ato ose ata nuk e kanë problemin me mu, kanë me veten. Unë fakt s'kom problem me kërkand, se ndoshta edhe jam eduku në gjatë mënyrë jashtë, që ti nëse don me bo diçka, dush me këqyrlish veten. Ti me vazhdu, qa flitet nuk e kom mua atë moshën, ndoshta 20 vjeçare që duna më këqyr çka qysh tek, e di çka du, e di çka baj, me thonë drejt kolegë, përgjithsi, më kam pritë shumë mirë. Edhe i kom raportet pritë mirë, e të gjithë. Okej, gazi është çdo herë me ty edhe po besoj ai ki pas si mburoj, sepse ndryshe kur je me bashkëshortin, ndryshe kur je vetën apo me një menaxher. I gazin mos me pa pas, që e ka edhe këtë zhandër, me thonë drejt kisha pritu edhe me u kyç. Se me marrë ashtu bashkëshortin bas vetes një punë që ai se kupton. Se do marrë si na si femna, nuk bëqen heq. Edhe mere me veti, ja të këqyre kom i dalë në televizion, kom kështu, a din sa puna është prapa skena. Që publikën a shek kështu mirë e krejt, po ka shumë punë kjo. Të ndite, nuk ka punë tash sa e bojnë unë e ti një emision. Të edhen vetë. Absolutisht, përgati. Që me punë, do me thonë, është një punë e madhe. Kështu që me gazin malet, e kom dhe si menaxher. Edhe këshilltar, edhe unë e këshilloj ata, po dhe ai mu. Kështu që ma mirë që jemi edhe bashkë, edhe po e vështirë është prapë se prapë, sepse unë jam femen, ajo është mashkull, edhe ai mendon se thotë unë jam që 30 e sa vjetë në skenë, edhe i din krejt mirë, po unë prapë kom qenë diçka me provu, që ai ka provu, po unë nuk e di është bashkë që ashtu, e në kryt temi, thom, jo, ai të tani provu, pra, tani është e këtë mirë. Kështu që kemi do toleranca që jalojmë njëri tjetrit, po bashkarisht. A kujtohet të sa e parë që e ke marrë për aheng familjar ose për një koncert që ndoshta për ty ka pas pesh të madhe? Po, ato si harrojmë ka qenë me remement, me njerën bas pandemisë. Më thonë, kur dur ka nga PS, unë e mora ftesa për në Amerikë. Ate u organizojshin shumë qatë ku, para pandemisë. Edhe u ktheva për thëmë gazit më thërën qëto e ki po, në Amerikë me bu muzikë. Edhe kësa, a je ti gati dhe me shku, se na e bonëm kongën e PS, me të ndrejt veç se kishim qef, edhe se kisha për mdune, se më kom mujt me shku në gazin, me bu muzikë, edhe që sa vjetë, po, se është të thonë me puna fëmive, se që është për mujt tash me gjash, kisha mujt ndështë edhe atër, kurse më pas as një ose me një. Po kanë qenë që ato që ti të regova, edhe ma e re, të këshirë kusha, mos po më qanë dikush, jo dirisa të vendu t'i vetë me thonë,
po shkoj, ose veç me gazin, me vendosë dhe gazi ka qenë njëri, normalisht që jemi rujt. Mos me pas thonë me pridiku, jo pse la grun, jo pse se la, jo pse boni, dhe më thonë keme vendosë tash bashk. Edhe kur më ftuna atje, na me knasi dhe kom planu, e disha vetën, e disha që kom instrumentistin tem me veti, po ndodhi pandemia, edhe ato u anullun. Mandej dasme në pare kom pas më pej. Më njerë më pas pandemis krua. Kishe përjetove ftesën për dasëm edhe a kisha ishe prekaditur me repertuar. Po. Se dasma i dënë disa orë këndem. Po, do me thonë në hara mirë se këtë pandemin e kom bu dasëm në studio me gazin. Edhe jam pregadit kështu. Si me baqin e kemi pas 5 orë, mbrëmje me shku me ushtru në studio, vetëm për dasma, me bu repertuarin, kong. Unë isha ma moderne edhe me kong. Gazit e këtë kong me defa. Se i gjipim shumë kong me defa. Edhe unë si jam mësu me kong me defa, jam mësu me kong ma të shtira, jam mësu me kong Shqipnis mesme, jam mësu me kong artistike, jam mësu ato kong të vjetra që i mirit edhe këtu në pej. Atëre, tash okej, dasmat me defa, që ato pipunojmë, edhe që me qenë okej. A me thanë, kjo ka qenë sa ato tjera repertuare edhe i kom ditë për mensh, duke ndëgju shumë edhe gazin, edhe duke ndëgju kolekt, ma të vjetër, edhe kështu. Kemi punu standart në studio dhe isha gati kur erdha tani këtu në dasëm. Ka qenë për fatë mirë në shpi. No bashkë. Se që të bashkë për pandemi, se nuk i lejo është në alo. Po, në ambientet hapë. Po, dika. Edhe, kom kalu shumë mirë, kur sa raj me atë familje jemi lidhë shumë, ako ma klasim, edhe jëmë se e shpizë që do që të kanë, e kanë Blorën. Blora, në fetë që pregaditit për koncert njëjtë, si kurse për emisione, show televiziv, kërkojnë pregaditjet lojave. Brenda soj pregaditje, para paraqitjes, gjatë paraqitjes ka shumë prapa skena që ne nuk i shohin. Po. A kende një moment veçantë, moment specifik, moment qesharak, thjerë diçka që të ka ndodhë sken, ka ndodhë prapa sken, dushta si ki ndohë asë një me kuligën, ose të ndosh me shikusit e protagonist. Po, ose vërtet se mreda këtë me 5 viteve, për një me punuva shumë. Mëra me shku dhe në për produksione ndryshëm, dhe me thonë me projektet mija që i bëjmë Florentin edhe disa me gazin për të përria kështu, mëra me shku dhe në produksionet e vitit 3, gjirimet e vitit 3, gjithë mi kanë hapë dyrë shumë shpejt me njerë. Edhe aty ka pas raste për shambull, jo, na u ka prish fuca jo, diqka, edhe unë e më mësu me ato gjana, po me të thundri, seriosisht nuk i di as vetë që shikum dit ato sende, si kur ta përcil një diqka me vite edhe duket që ti e konë të në kohën me qëta njerës. Edhe me atë punë. Që kum pas gjithmonë diqka rezerva. Që ka qenë një rast me një kolegë nëse më lejohet me përmel. Absolutisht. Ishim bashkë me Mamut Feratin, cilin edhe përshëndesim shumë, kam me respekt për ta. Edhe a i kishë ndi që edhe jam nëne gjashmive edhe artiste. Edhe me dalë dytë në skenë. A me projektin e ti, unë me timin. Edhe sa del ke Mamuti në skenë, a i vis bia që kishë me në qizu, se nuk ishë live emisioni, ju prishke diqka. Edhe u dërshke me jek, edhe ja bëjke a ideali që ishtë aty, ja bëjke, a një prit disa të regulaj, ta qesim Vlorën në skenë. Dërshke Vlora me një potpori, 2-13 minuta, u regulaj ke ajo. Dërshke, unë e falë që prapë Mamuti, dull Mamuti edhe një ere, prapë ju prisht, dikur tha, që e të vëbrë tha te, ta unë që 40 sa vjeta, sa 50 ta në skenë dhe ati që ta shirë dhe më nëzohë në skenën, edhe aty kanë fillu gjithë me qesh, tash, ku po me në kesë, s'ke a i mendim, po, që që anë dhe të me thonë ka prit, i madhë është, ka qenë, edhe në ka prit qaqë shumë mirë, edhe mandej tha, përshë, Lora ta kore do një punë, edhe pse i kiloni, ta që ki dhe familjen, edhe ki artin që ki dosht. Po kështu diqka, me kje shumë diqka me kërkun dhe një kong, mos me dit atë kong, ose me kërkun një kong dhe mos me qenë moment jarë sa i konge. Po, ndodhë që si kong TikTokit, që po buon viral si kong sezonale, ndodhë ka njerë që unë si kun diku. Edhe isha një dasëm ku do qika e lëpshin ato, edhe unë disha vishë refreni, i kësha mbajt mend refreni. Edhe Thesha qarë konge nuk e mbajsha me, veç refrenin, edhe i di shtash më shtin me keshën, ja e pshatën e këtë një. Ato momente i kanë këndu qikat, po ka se nuk i din kuam se për një mes shumë po dalin treg edhe
Une fokusona në repertoarin tem, edhe me këngë mirë filta, edhe ka dhe asit që i të shojmë pak, edhe i këndojmë që i lyë publiku, atjetër. Pikërisht. A vështirë me mbajtë originalitetin edhe me vazhdu me qatë zhanër që ta dënë zemra, e jo atë çfarë kërkon publiku që sot është përfuese shumë komerciale. Po e vështirë, po falë televizioneve disa që i kemi që naftojnë me projekte artistike, edhe aty mund të me i bo këto që i dojnë për zemër, po edhe komercialet kërkohen edhe duhet pak me livrit, po edhe shumë nuk kam qef bes aty që shkon fillu. Se besoj që i dojnë vlorën, tash me janë nisëm diçka kriket ndryshe, nuk e besoj s'djem. Kam oferta më ndërgojnë, demo, që kjo të shkojmë, si që bënë edhe ti, ka bu dhe kjo, si di, këmë gjithë vetën që ashtu bashkë me Floren Boshnjakun, edhe qatë stili po. Pak a shumë, kjo ka ndru që kjo tash që u do Aldia ka nga, ka Rabuka, ka diçka pak ma, po jo me dojë privat. E posh këshim bërë shumë ripost, sidomos në Instagram, posh që ka nga shumë mirë poetëm. Edhe TikTok, do me thonë TikTok janë rinia, shumë ma e ri, e posh edhe une që ju ka pëlqy dhe në TikTok, do me thonë mundohen me gjithë një mes. E është koha kur kemi me këndu këto të vjetrat, është koha e nëntorit ku i kemi edhe patriotiket edhe shkurti, do me thonë nuk ju rongi, do me i kompenzojmë gjithë mujtë që me qenë edhe për të rritë, edhe për të mesmet, edhe për gjeneratat e vjetra. Një duat që kinë zemër, apo thjesht i shumë dëshirë me realizu. Po, se disë ku mendu kështu për duete, edhe që puna që kom pas që mu identifiku si vlora me bashkë mirë, tash kom po. Tash kom qef edhe me Danin, se kom temin edhe i Danin, po mendoj këtu të fejës edhe është ikon. E respektojmë shumë, Dani e don gazin shumë, kanë bodë muzikë bashkë shumë, shpo që më kishë pëlqynit vetë me Danin. A keni pas në një kontakt, në një bisedë për realizimin? Po kemi pas, është shumë i mirë. Kemi pas edhe qysh në pandemi, në patrohë më taku të Afri Macula, edhe të Afri Macula ku më bo kangë, nuk është që s'kom bo dhe të aj, edhe kemi kalu shumë mirë, edhe ajo është mjeshtëri mirë, mjeshtëri madhë, e amër, katë madhë, edhe aty nga ka ra me folë, po që kanë shku tash 4 vite edhe alo s'kemi vendosë kërqo. Një zhanër që asë njëherë se kështë këndi. Jo që se kisha këndu, po t'ja kisha dit, tallava. S'ke këndu asë njërë tallava? Jo, do me thonë, unë e mendoj, ka nda asma nësë ta keq kuptojnë se tallava nuk është defi që rekuptojnë. Absolutisht jo. Do me thonë, tallava është muzika e atyre që din me këndu mirë, edhe është shumë e mirë. Ke qef me ditë me këndu? Po ndështë edhe di, po se kom provu kështu. Se kja apliku asë njëherë? Jo, në shpi po, se të pëlqen ajo, adin e mundesh me këndu, po kështu dhe di. Zdja kësha mujt me dalë privetës me këndu. Nuk ka muzikë të keqe, beso që krejt mundesh me këndu, edhe mendoj një këngëtar që është i popullores, mundet me këndu edhe krejt këngë tjera. Bile një 2-3 qasir njëri, kësha këndu. Sa i përket veshjes, gjanave tjera, sepse muzika kërkon investim, thash prap, është investim, ju me të vërtet o fitoni shumë, nuk e mohana s'kushe pra, hirë po kërkon investim. Sa i jep rëndësi veshjes, paraqitjes skenike edhe gjanave tjera, cilat kërkas e kojnë, sepse këngëtari normalisht që duhet në duke dhe mu. Po, sigurisht që e lypë skena, po, jo, diqka, me rëndësi është me ndajtë bukur. Kemi edhe sponsor që marim fuskane, kam edhe fustanet mija, që unë i pëlqej, ndoshta edhe jo me një shpim të madhë, e fustan dasme, si kur tjera që e marim me shku ndasem, besoj që dhe na, artistet e marim ashtu diqka ma ndryshe, jo, s'po di. Ashtë të zënë shumë? Jo. Ndoshta duk në kështu, po, jo. A ke luks në brenda jetës të ndër? Luks, se di, jo më konë... A jeton për Instagram? Ja, as për klikime, jo. Për vlera kom qep me jetu. Me thonë me pas vlera, me pas autoritet, me pas respekt, me pas me u të regu njerëzve për çka po punojmë, familjar me qenë, këmë përqen edhe normalisht muzikën kangën me bu, që më mujtë me unë dëgju dhe të tritë dhe të gjetërit. Jetën luks, unë jëmë rritë që ashtu dyqysh me pas, edhe mos me pas. Me thonë këtu në pej, sikur gjithë që kemi jetu në atë ko, edhe tash në mandejnë në Gjermani, normal për të qysh se di më rritë në gjithë familje që diçka normal. Kur jo martu, këm pas qef
për shtëpi shumë. Me ndrejt shtëpinë, më ka pëlqyer që ajo. Që kom shpenzu është për shtëpi. Për shtëpi, për fëmijë, për burr, po. Edhe pushime kështu pak a shumë, po jo kështu diçka pa lidhje. Për reklam diçka s'm pëlqen. A ke pas moment kur ki mendu më tërhek, edhe pse ndoshta bonja ke fillu më marrë muzikë, mirë po, momentet të tilla shpirtërore, jo rallë herë bëjnë që ta mendosh edhe tërheqjen. Po, vërtet është vonë, do me thonë 5 vite janë që kam fillu me këndim. Jo kur. S'ka diçka që mundet me ma hek qefin. Bilezip se ja kom nisë që atëherë më njerë. Tu e ditë vetën, tu e ditë që kom shkollu, bashkë kena, po që, zi këtë me fatë, po jo kur asë njerë si bishma. A ke ndonjë plagë që akoma nuk të është shëruar? Plagë? Diçka që keme mbajtë e vetë me vitet? Humbjen e vllate. Këta e kom pas si kur babë. Një me vugla në shpit, 3 vllazëm ka i rritë. Edhe pse ata kanë kriju mandej familjen e vete, janë më të mëdhaj, kanë fëmijë ndoshta 20 vjet më të mëdhaj se une. Edhe pse kanë qenë shumë të angazhuar, edhe ata po edhe une, se ata janë martu pak ma vonë, e une do më thonë gati si një kohë, shumë shpejt edhe une krijova familje, fëmijët e tyre u rritën bashkë me mua, një farë mënyre që ashtu, edhe kom pas atë lidhjen veçantë me vllazën. Se në moshë ki humbë vllahun edhe që që ki përjetu humbje. Kjo është rishtas, nuk është edhe shumë kajere, 58 vjeçar, i ri, po në këtë moshë kom humbë edhe babit, ku kom qenë vetëm 24-5 vjeçe, po ndoshta kur e kom humbë babin, i kom pas 2 fëmijë të veçel, edhe i kom pas vllazërit, i farë mbështetje. Prandaj kjo humbja vllaut nuk krahasohet me kur gjuhë. Shumë e vështirë, edhe kjo pak e bën atë zbrastinën në pej kur po vi. Shoqëri kalon familjen, po është i kalon djend, po e sem krejt, po ajo kon princi. Rëfanat cilat e ka humbë, e që humbër vllahun? Ka pas një smundje edhe shumë shpejt na shkoj. Jura, për çfarë je penduar më shumë ti njeta? Ka momente kur bën diçka dhe pran diçka dhe pendohesh. Një moment që vetë vërtet ndihesh e penduar pse ki po atë. Unë jam dyqysh shumë e dashme, edhe i du njerëzit shumë. Normalisht që edhe në bejt teatri ma shpejt. Se unë nuk e pres ato negativitetin, se jam vetë shumë pozitive. Ndoshta që pa doshje, dikuj kom këtë diçka, po kur nuk e kom mendu me lëndu, ose me i thonë me një qëllim. Ka pas momente pse po ma thush ashtu ndryshe kur unë ty du. Edhe ndoshta në ato rrethana më ka dash me ja kthy ndonjë përgjigje që jo që m'bën me u pendu, po më ndi keq ndaj vetes teme se nuk më me përballu me bu dikuj keq. Edhe jem edhe e kthyshme, edhe kërkoj falje, edhe shumë u pendu, jo, s'kom qef se edhe me janis mu pendu shumë shpesh sa jo me ndishme tani, nuk është puna mirë s'mu i me vazhdu. Vetë raste dëmtohesh më shpesh te. Po, qofë si nuk është diçka që unë se di pse. Edhe në qofë se ma bën ti munit keqe që unë nuk e di pse. Atër kom qef që aty pak me ma sëqaru me e ditë pse, nëse kom bo gabim me mujt me sëqaru. Thjesht, jo pse unë lëndona, apo më duket jeta shumë e shkurt. Edhe se me mbajt keqen, kur mund e më kur shumë mirë edhe më ndosht. Edhe kjo ndoshta është ajo që më cilët në mendje. Po për ndryshe, s'po di. Ka t'i hodhë në një herë buzëqeshës në skemë, mirë po të n'tjesh, apo t'kesh qenë e thyërë shpirtresh. Po, këna ndodhë shumë shpesh. Edhe tash ka erdha këto emocionet kër i pa këto shkollë të muzikës, ku vetë jam shkollu, ku më lonë, ato kona kanë qenë pështira i din me vëfte, s'ka qenë bashkë si kur tash, e dim që kena jetë, që kena paruve, që ka qenë situata, se me konë vëqë shqiptarë, se kemi pas shtetin tonë, që ka shumë kujtime që të kthejnë mrapa,
Andaj edhe njerëzit që i përmend edhe kur si ki, fillon pak me qajt shkallave, vjen fshihesh edhe ulesh këtu, dhe pak qajnë, pak kështu, do me thonë, ka kësi raste për herë. Edhe mendoj na që i dojmë edhe artin e kemi edhe këtë njëshmëri. Fa qajmë sa që ishim kështu. S'ken, do njëherë për shembull që s'qenë nervoz, kesh pas në një të loshe, kesh pas në një dhimbje koke, apo diçka ngjajshëm edhe këndosh, prapë të publiku të intereson një gjë e tillë. Jo, Sepse ka, tregojnë kolegët e tu që ndoshta kanë humbur të dashur, por edhe është dashur ta vazhdojnë atë. patjetër. Po, ashtu po mendoj, në qoftë se nuk ka ndodhur në ato momente diçka ose ase dush me marr veten që ki me shku dhe fokusohesh në se aje ka ajingun, në qoftë se flasim për ajingje. Edhe nëse shkojmë për televizione, për produksione, këto janë, kjo është tani veç zgjedhja jeme. Po nëse unë e vi ndasëm, ai ka mungzu, ai ka atë gëzim. Kështu që mundohem maksimalisht me i hik këtë që kemi edhe me qenë vetëm për gëzim atë. Po, na i njerëz jemi edhe ka momente që i kujtojmë, po zakonisht mundohem me bo punën që duhet edhe me reflektu, së që është edhe vlurat në gjithë që jëmë shumë pozitive. Jo, që është skenën muzikore sot, që është këngë të realizimet që sot shumica e këngëtarëve, zhanreve të ndryshme, po sjellin të publik. Po, unë e kom përcjellë dhe më dhe muzikën gjithmonë edhe për para. Nuk e besoj vërtet që ka edhe shumë ndryshime, po tash ka ndryshime vetëm puna e rrjeteve sociale. Në atë kohë kanë pas videokaseta, kanë gjeru në për videokaseta, i kanë ditë, ata tërë ka pas shumë këngëtar. Po nëse kemi njohur gjithë ata që kanë blerë një kaset, qumilit, pezojmë, aty kemi po çdo vjet një të re të hi, ose 2 ose 3. Edhe do me thonë, kjo ka qenë, kjo është që sot normal që ka artistat mëdhaj. Edhe atër ka pas, po tash kemi rinjë të shosh, kemi që mrin botën, edhe janë ma të lirë, janë ma të dedisuar, janë rrethana tjera që i bojnë fëmijët me qenë ma të dedisuar, sepse gjeneratat janë vedisu ka pak të martum, do me thonë, edhe tash fëmijët që kanë vedisu, edhe prandaj edhe e ullon kjo, edhe dalin fëmijët talenta, dhe i shohin ma shumë talenta. Ka diçka që të pengon brenda estradës, brenda këngëve, realizimeve që sot janë aktuale dhe pëlqime nga shumica e dëgjuesve, shikuesve. Pengon në? Çka të pengon atë? Ka diçka që të pengon realizimet e sotme, këngët e sotme, tekstet e sotme, që janë trend, sidomos në sociale, në TikTok. Haj po, se përpara e kemi pas një tekst me shumë domethënie, kemi ndigu tekstin, biles, kur kam qenë ma e vogël, spari që kom ndigu një këngë, e kom ndigu tekstin, ka pëlqy që ka po thot. Edhe shumica njerëz edhe në familje në që ditë që vlura për mbën men tekstin, po ajo më ka pëlqy për me ditë që ka po thot. E tash kanë qef tekstet sa ma të shkurtë, tash kjo kënga e me zemra, vjen ma shumë që kjo fjallë, në vesh po ashtu e kërkojnë, rritojnë, nuk kanë ku me ndigu këtë tekstin. Po unë mundona me pas edhe një tekst me shumë domethënie. Unë pëlqejnë ma shumë kur janë tekstet që diçka po thush. E nuk është që më pengon, tash unë nuk është që më pengon, po ma shumë pëlqen me pas një tekst me ma shumë domethënie. Okej, së i e kivrejt, shumica e një pjesë e konsiderueshme e kolegëve tu ja kam si politikës. Kemi pas si vjetë përfaqësim gjatë madhe dhe në Parlamentin e Kosovës, edhe pse këto mandatet kanë sot shumë pak, me gjitha të kanë arrit me hy në Parlament dhe marrë këgja shumë vota. Ka shku menjen të një zëkim? Jo, dyqysh, unë e di shumë mirë politikën e Kosovës që e kemi pas prej fillimit, dhe me thonë e di kështu që e kemi përjetu. Hiq pa e ledzu, plus që kemi ledzuna. E di shumë mirë, edhe e di që ka i duhet edhe Kosovës, po nuk isha pas qep më përzi artin me politikë, edhe së mbeqen. Jënë dyqysh, dy shkollat për ndome. Politika, shkollohesh, arti, po ndu këtë që vëdhë shte së A ki një mesazh për ata që e mendojnë ndryshe për i te? Ata që e mendojnë ndryshe janë zot, ma bërmende që në basi i kanë hi asaj pune, do të me qenë edhe zot, edhe mos me nash gënjë, unë i uroj suksese, edhe unë s'jam kështu me asni politikan, unë jam me shqiptar. Në me thonë,
ata që punojnë për vendin tonë, që ata janë që na duan neve. Edhe nëse munden këta artistat edhe me politikë, i ndihmoj Zoti, inshallah, të s'u di, o ne ju. A ka fake miq falsë në stradë? Po që ajo është që tash ma parë lëndohet njeri i sinqert. Se të kur je i sinqert, me siguri kur të thomën e diçka. A ka lëndu dikush? Jo, se kom leju vetën, se thash e kom nisë një mosh ku i më pone pjekme, se ndoshta edhe të lëndoj. Mos me kone zoja vetës. Qa kom pa, qa përjeton, mos me ditë me menagju vetën, marin edhe qështu. I kemi disa pyetje që ne i quajmë pyetje virale. Do shta nuk i përshtatën gjitha moshës tënde, karakterit tënë, Po. megjithatë, me qenë se je shumë e hapur, je shumë pozitive, je mjaftë e dashur për publikut, çka mundesh përgjigjesh, çka s'mundesh, çka s'takon? Okej, e heqim. Kush ta ka lënë përshtypjen më të keqe deri më sot? Njët, au, në strat. Shyrë dush mëre. S'po di tash me ta përcaktu, okej, njët në strat, do shta në strat është periudhë më e shkurt, megjithatë njët, Po, njërë në strat jo, njët, shtypjen më të keqe. Ndoshta dhe i haroj me të thonë drejtë se kom qef mi haru ato të këqijat, po, a bon veç me drejtuaj që ma ka njën dhe shtypjen e din vetë. okej, ja do. A kanë gjelëzuar ndonjëherë kolegët? Se di, Që mujt me vrejt në mirë, a që mujt me vrejt në mirë interes? jo përbes, Okej, nuk e di. a e falë tradhtim? Haltin, të burrita, Verja të burrit jo. Jo, diri sa jeti vetë. Besnike, tradhtia s'falet. Okej, tradhtia mu do të me qenë në fund tjetër profesionale. Po që ta tash atë burrit, si tradhtia profesionale, Pezojmë Floren Boshnjaku një këngë të ndër mja jep një kolegut. Lakov. Florenti se kish bua ato, me bu Florenti, jo në veç e thiri kaj. Dhe maestro qam ki bu. Për ndryshe, tjerë të se të rathojnë, po mërja foli, se për vite. është amandej ai që u të rathoj, që ai që të rathoj. Absolutisht po, pavarësisht llojit të A është ashtu? Ajo është rathoj, ose ajo, kështu që ja foli. Çfarë mesazhi do t'ju ndije grave që po luftojnë me heshtje? Je vetë gru edhe normalisht një Se cila gru luftojnë në heshtje, aja është shumë e vërtet, sa do që mundohemi, se cila e kemi ka një luftë në vete, sepse jemi nana, jemi qenë një më e but, nuk du të më dorëzu, me qetë veten, me fol, mos mujt, ndoshta me burin, me ndonjë shoqe, me ndonjë hike, me s'podi, me qelë zemrën. Jo më mbyll vete, jo më mbajt. Se di që ka njerëz edhe të mirë dhe të këqij krejt botën, po me mujt me gjetë veten të qëta njerëz të mirë që me reflektu edhe ajo në jetë. A është sot Lora Kastrati Shala e lumtur? Unë jam e lumtur gjatë. Po kemi edhe na sigurat të rosin që do të regu ma eret, kemi kësi rose. Në më thonë që nuk i presin jetë, po e lumtur jam sepse kom një familje të shëndosh. Nëse sot, Mi të shëndosh bashkëshortin, ne kemi një jetë të mirë. nëse sot do ta shihje vetën tënde në pasqyre kur ishe 18 vjeç. Çka i kishe thonë vetës? Haj më revlora. Se si anisi që atër me kënu kongën e pesë. Edhe pëse su për kur gjo. Jo, kur gjo si kësha tonë. Më ka shku shumë shpejt që kjo për ju 18 deri tash, se shumë sfida, shumë punë, shumë angazhime, më thonë, nuk e di që kisha pas diçka tjetër me thonë, uajta pak, po jo. Okej. Cilat janë planet që pritet të realizohen nga Lora, ato që i din edhe ndoshta ato që i kishin ne? Po, për pos familjes, gjithmonë kemi, do më thonë, familje kemi plane gjithmonë. Në rritin e fëmijëve, në edukimin e tyre, shkollimin e tyre, martesën e tyre, këto gjithmonë i kemi. Po nëse flasim tash për veten, për muzikën, çdo herë unë sot e çes kongën mendoj tutje për me pas një kongë tjetër, projekte, punë, dashni me njerëz,
Edhe kaq. Okej, përmendet dasmën e fëmijëve, do të këndosh në dasmën e fëmijëve vetë apo Në qofë se më ftojnë. Në qofë se dojnë, se jo po, ma pa tjetër, që kemi me këndë. nëse ti vendos për me ftu një artist me këndu në dasmën e fëmijëve, cilë do t'ishte artist që të deta ta kalte dasmën? Po tash nuk u i vremi do, dhe që këtë komisirë. S'mund është bashkëkrejt. Ne që ka me qenë kryesor. Që ata kretë që i du, për du me thonë, që ata që i kom pas qefe dhe vetë me i thirë, kur ju martune, fatmirësisht po këndojnë hala dhe janë fort për këndim. A do mi përmend? Ja, s'po përmendim se më spera i dikon. Edhe besoj që krejt që ata i kësha thirë. Se edhe një që jemi kolege dhe besoj që vinë, sigurisht që kanë me Besoj që konë dasmën kështu. Nëse organizon sezon, problem. Po e nga buzë, tani tonë një natë ndasma për veti, vole të ndasma së shkumna. Jo, pa tjetër që ka me qenë sigurisht një mundësi ku munde me më mbledh që të kolegët bashkë. Mendoj që është. Mande ata vendosin fëmija vetë që është dojnë veç, ka me pas, ka ku. Okej, a ka ndryshu trendi dasmën, është trendi njëjti dasmëve që së përmohen, sepse prapë po thëmë, nuk sa e diun, është apo ka bëj, kostë dasmën me 400, 500, 600 veta, më duket pak e minimizu. Tash me folë realisht në mpej që kemi bumetër 400 as për para zi e më në menti. Më në ment. Kemi organizu në për restorane këtu në bej, so a i kanë zonë 150 dhe ndoshta 200. Tash janë edhe lokalet më të mëdha, janë ase edhe ndoshta edhe familjarët jenë bo ma shumë. Edhe ndoshta edhe për që ato është që i thrasin edhe ma shumë, po nuk po di qa me thonë, që dhja kanë të shumë, ma që kanë të shumë qëka. Për para i kanë bu ndoshta edhe ma gjatë, ju më pej, jashtë apes, kanë bu doasëm 3-4 ditë. 3-4 ditë ashtë. Po, kanë bu doasëm ma gjatë, kanë pos tira trinde, tash mundohën mi krynë qatë natë, edhe me të thonë drejt, mu më pëlqenë shumë të doasmat që i bojnë, edhe të voglat, u bojnë të mira, po unë mendoj që doasma nuk është vetëm për me këndu dhe me këcy, po doasma është pikërisht për me i mbledh antartë, familjartë, që ndoshta djali jem, djali e jytë, a i të tri edhe nuk e din çka e kanë. E unë mendoj që ajo doasma i të regon që qëto e kia kërbo. Edhe për ta buhet ndoshta ma e madhe doasma, për me i thirë edhe pak ma të lehtë, që me ditë që janë gjokit, janë familjarë. Mendoj për këtë arsye është dashur më bu doasma ma e madhe. Po edhe këto doasmat e vogla janë qivarë që thojmë në mpek, edhe të mira. Po më intereson, apo kënaqen njerëz ma paksët në për dasma, sepse po i kushtojnë shumë rëndësi pamjes, dukjes, qëndrimit ndasëm edhe një farforme, pe harojnë atë pjesën që ka dalë së ndasëm, një orë më kënaqë ndasëm, po dhe më janë drejti kujtë atmosferën. Po, që ajo është shumë e rëndësi, me ndrejq atmosferë. Sepse edhe për këngëtarin është vështirë kur të vinë do që janë jo atmosferë gjik që dojmë na edhe me i qumë, me balzu. Unë mendoj doasma është për shata, për me egzu qiftin, e me abo atmosferë, po ta shto dekorimet e këto sendet që i dojnë, se di, nuk jam fort tip, thash edhe ma herë, se jam fort tip që argjoj kësi sende, po mas i kanë qef që ashtu, unë kisha dash mos me jep shumë rëndësi, që asaj sa me jep rëndësi me qenë pozitive dhe me kalu një natë më knaqë kështu. Ko është atmosfera e mirë, besoj nuk mungon edhe bakshishja, po. Po, e vërtet, që s'mendova unë në atë pjesë ka parja. Jo, unë e peliri tash, me deri këtë pjesë. Jo, s'mendova për më knaqë, po sigurisht. Kur knaqet njëri nuk e heziton me atë bakshish. Ndodhë që dhe na kanë këtarë, ja gjujmë dikuj për qefit që qa që mirë po valëzon ose diçka, dhe me thonë po, ilë këtu krejtë që ta i bujnë qi. Okej, a me pëcek, sa ki marrë ma shumë të bakshish me një në ndosën? Alaj, mi ka marrë gazi krejtë. Krejti ka më. Po mi me rajtë në bas, tani thëtë, që ka që më kuqë? Për para, kur shkesha unë kur bëjë gazi muzik, më konë shumë e dashta edhe me estradën, edhe vishin këta pri Kosovës këtë estrada dhe kruj piket me bu me gazi muzik. Unë të ndajtë ma pëjshim Flora, në gjena për të bakshishin edhe ja në gjejsha, kur ja pëjshim një ty, ja që të një vetës. Edhe që në qabonet, edhe që unë ndajtë aju këshyra këtu, 8 orë të bo muzik, plus po më shtini si arkatore me ju numru paret. Kështu që më hepshin një bakshish. Edhe kur ishtë dani afri muqi që ishin me gazin që bëjshin muzik. Kështu që nuk është e vërtet që artistat e vërtet
e këshyrin shumë bakshishin. Janë shumë të lirshëm, janë shumë të mirë, e di për bazë të gazi, do me thonë që ka qenë sindash edhe është, po që ka bu me ta muzikë e di sa kanë qenë edhe kavalira që thojnë. Okay. Vlora, unë u knaqqa, po besoj edhe shikus të knaqem me këtë intervjist, që ka flasë intervjist me një bisedë tepër sinqert, tepër përshtoke, tepër dashur, edhe tepër hapur, sepse t'jesh sot një hapur, dikon është edhe kompleks. Po për ty e pash që është ndryshe. Faleminderit. Faleminderit shumë, mundona me qenë vetvetja edhe ndërsa jem edhe hapëm se i du njerëzit shumë. Edhe kom qef me qenë sa ma dashtëm në mes veti, krejtë shqiptarët bashk. Faleminderit për te, ishte shumë kënaqësi. U knaqja për në mesi me ndajt me një shok kështu. Nëse kom haru një pyetje, cila do t'ishte apo thjerë diçka që nuk kam pyetje dhe kështë dashtë me shtu për fond? Pse le pejen shkuvim Prishtinë? Ha, S'm ke pse? Që? Pejen në fakt vetëm për se thashtë edhe ma herët, edhe pse ju mrit jashtë, do me thonë prej moshës 11 vjeqare, ju më konë shumë e lidhme me pejen. Po tash, kjo puna muzikës, më lidhë ke shumë prej Prishtinës, krejtë gjithë kam me shku, nuk është që u qaq lërë, se unë e kesh djemë prej ndajta, vi prapi, kemi edhe njerës këtu, shkojmë vim, po ka qenë, edhe nuk e kemi lonë krejt, kemi edhe këtu diqka që na pret peja, po bona i gore mbas që më pyte se harova me thonë që tash po më thonë një bu Prishtina like. Po në fakt, jo, zbona Prishtina like kur, po e du edhe Prishtinën, e du edhe krejt qytetet tona, po ja ku jam me të në pej. Peshti dhe tani po nget që keni mbejnë ndështë ta lidhur me pejen të atje shumica artifa, të artifave kanë kalkuar. Sepse ndështë është kuptoj pjesa me media, me institucionet, me gjana tjera që Prishtinë normalisht edhe si kryes qytet. Ndështë po, për adha arsye, po ndështë unë e kumë po për një arsye tjetër, se kur t'isha të të kohën në Prishtinë, ose veç më pej, nuk e kisha ndru, se kisha ulltu dhe prej këtujt. Po unë kur po vijë dhe prej Gjermanisë, jashtë sezones, i kom 4-5 ditë. Edhe ato 4-5 ditë po mbin emisionet, po mbin promovimet, po mbin ahengjet, po duhet me ulltu shumë. Me ulltu, po një me 2 orë tira, e shumë francishme në qofë se më hupin mund ato ditë që i kom ditë e caktume. Po dhe dane ka pas njësin të eme se ajo konë jashtë, edhe unë e jashtë, edhe kemi thonë bol jena atje jashtë, tash më dalë prej pyjes krejt komplet, ndërsta kjo na ka lirë për mos me të shupejen. Vlora, faleminderit shumë për kohën që gjetëm në anë, sepse di që angazhimit i kitë mdoja, këngës saj ki përfundu, i klipi saj ki përfundu, tjetën shumë shpet ki me realizu në brenda 2 javë. Momenti që ma duke të cekë, që momentin që i kam shënu mesazh për pejen tonë, fa çdo herë havi. A tjetër. A është shumë mirë, edhe po besoj shikus jam kënaqur me këtë bisedë. Faleminderit shumë edhe pse thash që më kohë smut. Dje edhe sot thash kom shku gjithë që shumë pej edhe si erdha diqysh u shnosha në kaloj. Faleminderit shumë shoqër që ju kam. Sukses edhe juve. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Sukses edhe juve, shëndet gjitha të mirat. Përshëndet e familjen. Patjetër. Edhe po besoj ke me qenë një mesazh i mirë që por pas që artiste me mirë më dush me qenë dhe krye mediare, edhe pas familje shumë të madhe që thjesht kemi nevojë për me qenë si popull zhvilluar, triton. Qysh, patjetër. Faleminderit edhe një herë. Ishte Vlora Kastrati Shola, një artiste, një këngëtare nga Peja, që jeton mes Pejës, Prishtinës edhe Gjermanisë, por që Peja prapë se prapë e ka zemër ashtu si sot edhe videoklipi i saj i fundit. Deri në episodin e ardhshëm, e mysafirin tonë të ardhshëm, miru pafshim dhe mirë mbeqë.